Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, idfa' billati hi ahsan." Allahu tha, kur nuk mund të jenë të barabarta e mira dhe e keqja. Asnjë nuk mund të jetë njëjtë si sjellja e mirë dhe sjellja e keqe. Kur? Andaj, nëse sprovohesh me sjellje të keqe nga pala tjetër, çfarë tha Allahu azza? Idfa' billati hi ahsan. Ti largoje nga vetja e këtë sjellje, largoje nga vetja e konfliktin, largoje nga vetja e fjalosjen me atë që është më mirë e mundshme. Nuk tha me të mirën, po me më të mirën të mundshme. Përzgjedhje rrugën më të lehtë, fjalën më të mirë, sjelljen më dur, që ta evitosh çfarëdo konflikt apo fjalosje që mund të fillon familje e të përfundon në rrugë apo në punë apo kudo qoftë. Të ndërozur, një njeri erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe tha: "Ya Rasulullah, ausini, o i dërguari i Allahut, më porosit, më jap disa porosi." Madje kjo mund të ishte edhe takimi i fundit i tij me Muhamedit alayhi salatu wasallam. A thua vallë, çfarë porosie do t'i japte pejgamberi alayhi sallam? Një porosi me drejt shumë përmbledhëse, domethënëse dhe rëndësishme për jetën e tij. Pejgamberi nuk e zgjati në këshill, nuk e zgjati në ligjërim, po çfarë tha? La taghdab. Tha, ruaju nga shpërthimi i hidhrimit. Njeri hidhnohet është normale. Nuk kërkojmë që t'jemi me laçe, po kërkojmë që ta menaxhojmë hidhrimin dhe mllëfin dhe jo të shpërthejmë. Andaj e qortuar është kur njeri shpërthen nga hidhrimi i tij, nga mllëfi, nga tensioni dhe në shpërthim pastaj bën veprime të pahishme, madje edhe bën sjellje që mund të kenë pasojë të pariparueshme në raport në palën tjetër. Prandaj tha pejgamberi: "La taghdab." Mos shpërthen hidhrim. Tha tjetër i dërguari i Allahut: "Këtë kuptova." Tha prap pejgamberi: "Mos shpërthen hidhrim." La taghdab. Tha i dërguari i Allahut: "E kuptova tjetër çfarë po më jap." Prap tha pejgamberi: "La taghdab." Mos shpërthen hidhrim. E mori këtë porosi dhe shkoi.